28 janari shënon 90 vjetorin e lindjes së shkrimtarit të njohur dhe eruditit Ismail Kadare. Në Tiranë u organizuan një sër aktivitetesh përkujtimore që rikthyen në vëmendje figurën dhe veprën e një prej personaliteteve më të shuar të letërsisë dhe kulturës shqiptare. Në kryeqytet u përurua shtatorja e Ismail Kadares, e punuar nga skulptori Henry Mimani, i cili e sjell këtë vepër në nder të trashëgimisë letrare dhe intelektuale të shkrimtarit. Atëherë skulptura ka marrë gati 1 muaj e pak për tu krijuar artistikisht, nuk është se nga marrë shumë kohë procesi plastik, sa nga marrë procesi krijues, diskutimi, dihet që Ismail Kadare është një figurë shumë e madhe, edhe kam pas gjithë kohës të trysnin në figurës tij. Mund të merret me mend vetë, sepse jam shumë e emocionuar që e shikoj të ngritur në bronz figurën e Ismailit, që e kam në mend gjithmonë si një njerëz të gjallë dhe për herë të parë e shikoj në mënyrë të çuditshme. Në kuadër të aktiviteteve përkujtimore, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme çeli një ekspozit me letërkombime të Kadares me personalitete të shuar të mendimit botror. Ekspozita përfshiu gjithashtu botime të ralla nga biblioteka e tij personale, artefakte dhe objekte autentike nga shtëpia studio Kadare, duke ofruar një panoramë më të rrallë të jetës dhe krijimtarisë së shkrimtarit. Përkujtojmë përmes një ekspozite thjesht me dokument nga arkiva e shtëpia emrin e kolosit kulturor, humanist, patriotik, që për Shqipërinë dhe shqiptarët dha gjithçka, i përkthyer në shumë gjuhë. Kadare ka përceu izolimin halucinant, foli e shkruajti në emër të vendit tij të mbyllur, po jo të dorëzuar, duke arritur të bëhet ambasadori shpirtëror i Shqipërisë në botë. Aktivitetet vijuan edhe në Akademinë e Shkencave, ku u promovua vepra me 3 vëllime, Kadare në kritikën botrore, e përgatitur nga studiuesi Bashkim Kuçuku. Botimi sjell analiza dhe vlerësime të veprës së Kadares nga kritik dhe studiues ndërkombëtar, duke dëshmuar peshën dhe ndikimin e tij në letërsinë botrore. Janë 2500 shkrime të 30 vjetëve, 70-2001, dhe janë shkrimet në radhë parë janë për studiuesit, sepse botimi është anastatik. Do me thënë është në gjuhë originale, 2 vëllimet e parë, 1500 faqe janë frëngjisht, vëllimi i tretë që sapo doli është në shumë gjuhë, do me thënë është si thuash një mendim vërtet botëror për veprën e Kadares. Ndarja nga jeta e gjeniu të letrave shqipe e ka shndërruar këtë përvjetor në një homazh të thellë për shkrimtarin që i dha zë Shqipërisë, duke e bërë letërsinë shqipe pjesë të pandashme të trashëgimisë kulturore botrore.